puna e tij fare pak njihet nga dhuruesit e skulpturës në Kosovë. Vjen nga një shtet matana Adriatikut. Mirë se erdhët në bibliotekën kombëtare. Unë jam Hevzin Uhiu. Jo shpesh ndodh që një institucion si biblioteka t'i pret njerëzit e saj me skulptura. Është e vërtet se mas 30 vjetëve që i bëra në Mërgim, për herë të parë po ekspozoj në ateun tim. Mu po më duket se po kthehem fitimtar me një ekspozit të veprave të mia. Pas 10 ekspozitave, kudo në Evropë, Uhiu sjell për herë të parë 28 skulptura në Prishtinë. Një dominim në gjithë këtë punë ka femra. Është e vërtet se në veprimtarin time artistike dominon figura e femrës. Është inspirim, është muza e inspirimit tim. Do të thotë edhe natyra vetë është femër. Aja e cila krijon, aja e cila na bën aja e cila na bën të na jep frutët, aja e cila na i bën jetën e mundur. Do thotë ne në femër dhe në natyrë çfarë të lypim gjejmë. Por me çfarë materialesh na vijnë punët e këtij skulptori? Faktikisht njihem në Itali si mjeshtër i drurit. Megjithatë punoj edhe gurin, edhe metalet, por jemi sigur se materiali i cili më afron më së shumti është druri, për shkak se ne e dim se materia dru është e gjallë, është e lëvizshme, është e ngrohtë. Edhe faktikisht unë kam linë me një kartun malësor, kontaktet e para që i kum pas me dru. Ose thot mjeshtri i madh Ibrahim Kodra duke shkruar për mua, për veprën time në 78. Thot ai ka shikuar artizanat e epokës tonë, do të zdruktarët. Fillimi ka qenë druni, tashti është guri dhe hekri. Por mendoj se skulptura, duke e ditur se bëhet duke e hequr nga materia, atëherë materia pa dyshim do t'jetë gur ose dru. Njëra prej influencave më të mëdha, jo ndoshta në punë, sa dhe në jetë të këtij njeriu, vjen nga piktori i njohur Ibrahim Kodra. Unë mendoj se ka qenë pa pikë në dyshimit mjeshtri më i madh në botën shqiptare, i gjitha kohënave. Ekspozita e skulptorit Hevzin Uhiu do të jetë e hapur për disa javë në bibliotekën kombëtare.